Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Të nderuar agjërues, lusë Allahun që të keni kaluar edhe një ditë të lehtë agjërimi dhe të pranuar njëkohësisht, sikur se kërkoj nga lartëmadhëria e Tij që t'ua lehtësoj agjërimin e ditëve të mbetura dhe shfrytëzimin maksimal të tyre. Në kuadër të ajeteve që kemi përzgjedhur t'i trajtojmë gjatë këtij rrugtimi të shkurtër të përbashkët është dhe ajeti i mirë njohur i zbritjes së Kur'anit, ku Allahu thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Që do të thot, muaji Ramazan është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani, i cili është udhëzim për njerëzit dhe në cilin ka argumente të qarta dhe është dallues i të vërtetës nga e pavërteta. Ky ajet na mëson 3 mësime bazike. Dhe e para për tyre është se Kur'ani ka zbritur pikërisht në muajin Ramazan. Ajo që i jep vlerë Ramazanit nuk është agjërimi, është vetë Kur'ani. Asa agjërimi është mjet e Kur'ani është qëllim. Pra Allahu e ka përzgjedhur muajin Ramazan si muajin cilin e ka filluar zbritjen e Kur'anit. E ka zbritur tërësisht në Lauhi Mahfudh në natën e Kadrit dhe pastaj pjesërisht me zbritje kronologjike dhe graduale e ka zbritur për 23 vite me radhë në kohën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Pra përzgjedhja e këtij muaji është bërë për mirësinë dhe vlerën e fjalës së Allahut, për mirësinë dhe vlerën e Kuranit. Allahu përmes Kuranit neve na ka dhënë vlerë. Prandaj fakti që Allahu i ka dhënë vlerë muajit Ramazan, pikërisht se e ka përzgjedhur zbritjen e Kuranit në këtë muaj, kjo tregon se Allahu çdo gjë që e begaton me Kuran e bën madhështor. Ashtu siç e ka bërë madhështor muajin e Ramazanit me zbritjen e Kuranit, ashtu siç e ka bërë madhështor edhe Muhammed Mustafa me zbritjen e këtij libri, ashtu na bën edhe neve si besimtar këtij libri dhe si pasues të mesazheve të tij. Pra sa më shumë që lidhemi me Kuranin, aq më tepër na ngritet vlera tek Allahu. Dhe kjo është kryesorja. Pra besimtari e ka për detyrë që prioritet kryesor ta ketë ngritjen e vlerës së tij tek Allahu i Madhërisht, tek krijuesi i tij. Pastaj vlera tek njerëzit pason rrjedhshëm dhe natyrshëm. Ne e dimë përmes shumë argumenteve pejgamberike se si Allahu subhanahu wa taala kur e don një rob e thret Xhibrilin alayhis salam dhe i thotë se unë e dua këtë rob, andaj duaj edhe ti o Xhibril. Pastaj urdhëron Xhibrilin që ti njoftojë edhe melekët e tij që ta duan këtë rob sepse Allahu dhe Xhibrili e duan këtë rob. Dhe kështu edhe vepron Xhibrili alayhis salam, shkon tek melekët e qiellit dhe u thotë se Allahu dhe Xhibrili e duan këtë rob, andaj duani edhe ju. Dhe në mënyrë të natyrshme, me bekimin Allahut zbret dashuria për këtë njeri edhe tek njerëzit që kanë vlerë. Nga se nuk ja din vlerën një njeriu me vlerë vetëm sa ai që ka vlerë. Kjo lidhje, ky zinxhir i kësaj dashurie të përquar dhe të manifestuar nga Allahu deri tek ne është fal Allahut subhanahu wa taala. Dhe mundësia më e mirë për ta ngritur vlerën tonë është përmes Kuranit. Andaj e kemi mundësinë që në këtë muaj ta peshojmë veten tonë në Kuran. Se ku jemi, si qëndrojmë, cila është lidhja jonë me librin e Zotit. Nëse me të vërtet dëshirojmë që të kemi vlerë, nëse me të vërtet dëshirojmë që të dalim para madhërisë së Allahut sa më të ngritur e sa më të vlerësuar për ti, atëherë duhet lidhemi me librin e Allahut. Pyet e veten, si e ke raportin me librin e Allahut? Nga sa ai nuk është thjesht një libër, është fjala e Allahut. Është një mundësi komunikimi mes nesh dhe krijuesit tonë. Prandaj kur e lexojmë Kur'anin, ne e ndjejmë se si Allahu na flet në mënyrë direkte. Pra Allahu komunikon me ne përmes librit të tij, përmes fjalës së tij, përmes atributit të tij, që quhet Kur'an. Dhe për këtë arsye Allahu përmes zbritjes së Kuranit në Ramazan na tregon se nëse dëshironi që të keni vlerë, atë e gjeni në Kuran, atë e arrini përmes Kuranit. Ne sot jetojmë në një amulli, jetojmë në një plagështi të madhe, në një gaflet që nuk po kemi mundësi që lehtësisht ta largojmë atë. Dhe kjo është si pasojë e largimit tonë nga libri i Allahut. Sa më shumë që largohemi nga libri i Allahut, aq më tepër do të zhytemi, do të thellohemi në këtë gaflet, në këtë shkujdesje.
Sa më tepër që lidhemi me fjalën e Allahut, me librin e Zotit, aq më tepër do të shpëtojmë nga kjo neglizhencë, nga kjo shkujdesje. Aq më shumë do ta ndjejmë vlerën tonë tek Allahu subhanahu wa taala. Aty e marrim përgjigjen se kush jemi tek Zoti. Pra nëse dëshirojmë ta dimë se kush jemi tek Allahu, le ta pyesim veten tonë se si jemi në raport me librin e Allahut. Gjithë ditë na më thonë se e duam Allahun, gjithë ditë më thonë se ne mendojmë për Allahun, gjithë ditë më thonë se ne i dëgjojmë mesazhet dhe urdhrat e tij, është e kotë. Ajo që dëshmon për ne është raporti ynë me librin e Allahut. A na kalojnë ditë të tëra pa e lexuar librin e Allahut? S'paku një ajet të Kuranit. Ndërkaq, ata që më shumti ja kanë ditë vlerën librit të Allahut, sikur se kanë qenë sahabët, atyre nuk u ka kaluar asnjë ditë e vetme s'paku pa e lexuar një ajet Kuranit. Për shembull, Uthmani radhiyallahu anhu e ka pas praktikë që Kuranin në shtëpi jo vetëm me mbajt, por edhe me mbajt të hapur, e ka lënë të hapur në shtëpi, që kushdo që ka lënë në shtëpi, ja tërheq vëmendjen libri i Allahut që është hapur, kthehet edhe e lexon s'paku një ajet. Mos me i kalu një ditë pa ajet Kuranit, pa përjetim, pa meditim. Le ta praktikojmë edhe ne në jetët tona. Dhe të bëhemi për atyre që librin e Allahut nuk e kanë thjesht për t'i zbukuruar raftet e librave, as për t'a zbukuruar makinën, por për t'a zbukuruar shpirtin me leximin e tij, me meditimin e tij, me përfitimin nga mesazhet e tij. Mësimi i dytë që përshon ky ajet është edhe ajo që thot Allahu Hudan linnas. Ky Kur'an është udhëzim për gjithë njerëzit. Pra Allahu nuk i specifikon vetëm dietarët apo të devotshmët. Është udhëzim për gjithë njerëzit. Normalisht që dietarët dhe të devotshmët janë dy kategoritë më të lidhura me librin e Allahut. Ata që dëshirojnë të përfitojnë sa më shumë nga ky libër, nga ky udhëzim. Por gjithë kanë mundësinë e kontaktit me librin e Allahut. Në të ka mësime nga më të ndryshmet. Ajetet e Allahut janë të qarta, me përjashtim të disa ajeteve që kërkojnë shtjellim pak më të thellë. Dhe për këtë i kemi dietarët, njohësit më të mirë të librit të Zotit. Allahu qëllimisht i ka zbrit disa ajete që janë më të komplikuara në mënyrë që ta bëjë dallimin e të diturve nga të paditurit. Në mënyrë që mos mendoj çdo kush se ai është që i kupton thellësisht fjalët e Allahut apo dispozitat e Allahut, por përgjithsisht Kurani është i lehtë për ta kuptuar, për ta medituar. Ndërkaq në raport me dispozitat që janë më të ndërlikuara apo që është më vështirë që të kuptohen, i referohemi dietarëve sepse është urdhër i Allahut për ta bërë një gjë të tillë. Fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni dietarët për gjëra që nuk i dini, sepse kjo bën diferencën. Pra Kurani është udhëzim për gjithë. Mandej është udhëzim edhe për ata që nuk e besojnë. Ata që aktualisht nuk e besojnë për librin e Zotit. Qofse lexojnë diçka prej Kuranit, do të marrin mësim. Sikurse përjetojmë shumë për rasteve që i njohim, që nuk i njohim, që nuk janë besimtar, por nga momenti që dëgjojnë një ajet Kuranit apo e lexojnë një tillë, ata e marrin e përvesojnë një mësim të caktuar. Dhe në fund Allahu thot: "Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Ky Kuran është edhe përplot me argumente dhe është dallues i të vërtetës nga e pavërteta. Pra, Kurani e dallon çka është halal dhe çka është haram. Kurani qartazi dhe pejrazi na orienton rrugën e bukur, rrugën e mirë, rrugën e udhëzimit të duhur. Kurani është peshorja kryesore e veprimeve, e qëllimeve, e shpërblimeve, e arritjeve. Përmes Kuranit orientohemi më së miri dhe më së lehti. Përmes Kuranit ne e dimë se çfarë na bën dëm e çfarë na bën dobi. Përmes Kuranit ne i zgjidhim problemet tona jetësore. Andaj le ta marrim Kuranin për Furqan, ashtu siç e ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Problemet tona, qëllimet tona, dëshirat tona, pasionet tona, projektet tona, planet tona, çdo gjë që ne e kemi, e përjetojmë, e synojmë, le ta peshojmë tek libri i Allahut. Aty i kemi zgjidhjet më të mira. Aty e kemi qartësimin e duhur. Bejinat, në të sqarohet çdo gjë, ka argumente të mjaftueshme. Janë gjitha argumentet e nevojshme për ne për me bë dallimin e asaj që kërkojmë, asaj që synojmë dhe të asaj çfarë jemi realisht. Është Furqani që ja bën me dije njeriu se a me të vërtetë synon halalin dhe a i ruhet haramit apo thjesht e ka fjalë goje. Në momentin që e peshojmë veten nga ajo që themi teorikisht,
dhe e shohim se çfarë jemi praktikisht, Kurani e bën dallimin e duhur. Kurani na tregon se kush realisht jemi. Sa më shumë që lidhemi me këtë libër, aq më mirë do ta njohim veten. Aq më shumë do të përmirësohemi. Aq më tepër do të dallojmë të mirën nga e keqja, do të ruhemi nga e keqja, do të afrohemi drejt mirës. Aq më shumë do të marrim për mësimeve të këtij libri, do të bekohet jeta jonë. Nga sa Allahu këtë libër e ka zbritur si të begatshëm. E si mos t'jeti i begatshëm kur është atribut i të begatshmit absolut, e atij që sjell begati i Allahut subhanahu wa taala. Andaj lutim Allahun që këtë Kur'an ta kemi busullën kryesore të jetës tonë, të orientimit tonë, të udhëzimit tonë dhe të zgjidhjes së problemeve tona dhe njerit edhe të arritjes së qëllimeve tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.